Jam shumë e nderuar t'ju drejtohem juve sot, më shumë se çdo ditë tjetër, sepse jemi mbledhur këtu në një ditë feste, në këtë ditë kaq të shënuar jo vetëm për ne, por për gjithë kombin shqiptar. Nuk ka asgjë më të çmuar se sa ta ndash këtë moment me njerëzit që do, me qytetin që do, dhe me familjen tonë të madhe këtu në Tiranë. Të thuash që 28 nëntori është ditë e rëndësishme, është thuash pak, sepse nuk mban vetëm një trashëgimi, por mban një premtim kjo ditë sot. Dhe ajo filloi në fakt në një farë mënyrë me Skënderbeun, 28 nëntor 1443, i cili atëherë mbase nuk e dinte se 28 nëntori do të vazhdonte të na ndiqte edhe sot. Ai mbase është duke qeshur sot, pasi 28 nëntori i tij, ai shumë vite përpara, vazhdoi pastaj me 28 nëntorit e pavarësisë në 1912-ën. Por nuk u ndal aty. Vazhdoi me lindjen e Adem Jasharit, 28 nëntor 1955. Vazhdoi më pas me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të firmosur në 28 nëntor 1998. Fillimin e shtetit modern shqiptar, i cili donte të shkëpuste lidhjet e veta me diktaturët e dimshme dhe të vendosë një rend të ri të ligjit, besimit dhe ndërtimit të së ardhmes. Është një kujtesë mbi çfarë kemi qenë, kush jemi dhe kush duam të jemi. Shqiptarët në çdo brez kanë ditur të ngrihen për lirinë, për dinjitetin dhe për të ardhmen. Prandaj sot, ndërsa ndërtojmë Shqipërinë moderne, evropiane, të hapur, 28 nëntori nuk është një përkujtim, por është një premtim se rrugtimi vazhdon dhe do ta çojmë përpara me të njëjtën kurajo që kemi ndryshuar historinë tonë. 28 nëntori 1912 në Vlorë ishte një ditë e veçantë, por telegrami që Ismail Qemali u dërgoi fuqive të mëdha nuk ishte thjesht një mesazh diplomatik. Ishte fryma e një kombi që kërkonte të hynte në historinë e vet, moderne, me dinjitet dhe me zërin e tij. Ai ishte njoftimi solem se shqiptarët nuk donin as mëshirë, as përkujdesje, por vetëm të drejtën e patjetërsueshme për të qenë zot të vendit të tyre, zot të fatit të tyre. Ky akt nuk na la një trashëgimi, nuk na la toka, nuk na la koloni, por na la barrën më fisnike, atë të ndërtuarit, një shtet që qëndron në këmbë, për të ngritur institucione të drejta, për të krijuar besim tek ligji dhe për të ndërtuar një Shqipëri që nuk mbështetet vetëm tek gjeografia, por te vlera, te parimi dhe te dinjiteti i qytetarëve të vet. Amaneti i Vlorës është liria është fillimi, shteti është detyra, e ardhmja është përgjegjësia. Dhe ky amanet mbetet i gjallë çdo 28 nëntor, jo si kujtimi së shkuarës, por si thirrje për të sotmit. Të mos festojmë vetëm pavarësinë, por ta justifikojmë atë me punë, me vizion dhe me institucione që i bëjnë der flamurit dhe janë në lartësi të atij premtimi. Tirana, kryeqyteti ynë, është pasqyra e këtij premtimi, pasqyra e këtij përkushtimi. Dhe ashtu si Shqipëria 1912-s u ngrit për të mbrojtur sovranitetin e saj me vendosmëri, Shqipëria e sotme punon për të forcuar shtetin e për të konsoliduar demokracinë. Shqipëria duhet të jetë lirë, thoshte ai, sepse vetëm e lirë mund të jetë e denjë. Dhe kjo fjali e thjesht por e fuqishme është amaneti që na bashkon sot. Na kujton se liria nuk është dhurat, është përgjegjësi. Pavarësia nuk është histori, por punë e përditshme. Evropa nuk është vetëm një destinacion, por është një mënyrë e të menduarit, e të jetuarit, e të vepruarit dhe për të qëndruar të denjë. Le të kujtojmë fjalën që Ismail Qemali u dërgoi fuqive të mëdha, jo si akt protokollar, por si një shpallje të identitetit tonë që Shqipëria është këtu, kërkon vendin e saj mes kombeve. Dhe sot, 113 vite më vonë, është rada jon të japin zë po këtij mesazhi, me punë, me integritet dhe me institucionet që ndërtojmë çdo ditë. Prandaj sot, teksa flamuri valvitet mbi Tiranën e rritur, të ndryshuar dhe të afruar me standardet evropiane, le ta kujtojmë këtë të vërtet të thjeshtë dhe të fuqishme. Flamuri ynë nuk valvitet nga era, por nga vullneti.
Valvitet mbi një Shqipëri që ecën me një hap të sigurt, mbi një Shqipëri të lirë, të bashkuar, të fortë. Mbi një Shqipëri që e vizaton të ardhmen duke ndërtuar sot shtetin, ligjin dhe besimin tek ai. Dhe po ju lë me këto vargje të Fajkonicës. Flamur të ngrinin e erë, me shqiponjen me dy krerë, dhe në vend tuaj të roni, si të doni e si të thoni. Gëzuar ditën e pavarësisë, gëzuar ditën e flamurit, gëzuar gjithëve. Rov Tirana, rov Shqipëria.